Po shihet që lojtarët nuk po hezitojnë marrë me përfacu fanelën e Kosovës. Tash me nxispresin, tash ka me qenë problem so lojtari ka më ofru të Kosova. Ti kthemi ndeshjes, nuk është më rastësi, sepse lojën e parë me Suedin i kum pa dhe shumë analistës për dashë futbollit, ka dalë se një lojë është. Tash ta djemë për të regojnë që kanë karakter, kanë forcë më ballafaqu me çdo ekip. Sidomos sot ndeshja e sodit, unë mendoj që taktikisht kemi luajtur shumë mirë. E kemi analizu shumë mirë kundërshtarin, edhe me plot merite kemi dominu Slovenin, çdo aspekt lojës. Këtu e përmendi Faruki, këtu në përgjithësi, këtu u formu një atmosferë e mirë, duke fillu prej federatës, prej gjeneratave, prej djemve 3 që po vinë, po aktivizohen të kombëtarja jonë, i kemi këtu 3-4 lojtarë që për herë 2-3 janë të lujtë zbashku. Edhe është shumë vështirë me komponu ekipën me njëherë. Këtu që thonë një fjallë popullore, ja ikëm kapelën Fodës, i cili ka sjell një karakter fitus, mentalitet gjerman, edhe po shihet që çka mas shumë ti po m'pëlqen tek lojtarë. Te marrim rastin e Gallapenit, mua djalë është unë fasionu për të mirë. Ai e ka qetësinë, një lojtar që para një vjetë e gjys, 2 e ka pos pagën 300 euro të Prishtina, para mendoni. Fix, po. Tash para mendoni ku ka arrit. Story suksesi. Po du me thonë, so shumë talenta kemi ne, po qa më gëzën taj lojtar, qatë shumë e ka guximin. Mrena 16 që te mon topin, e posedon topin, e kalon lojtarin, e jap topin e sakt. Me thonë drejten, s'po du me dalu, cili ka qenë lojtarin ndeshjes, lojtar ndeshjes ka qenë grupi, dhorë zotit e kënë shëndetin, mos kënë lëndime, tash këta ma ka nek mu frikën që ne kemi guxin ballafaqumi me ekipe shumë të forta, edhe mujna ballafaqu me ta, pse jo shkojmë tutje, të mendojmë që kemi forcë, edhe besoj që kemi me pas forcë, me shku në kampionat botror. Vigan, në fillim të këtyre kualifikusëve, keni menduar që Kosova do të arrijë një sukses të tillë? Unë këtu në aspekt personal, se kom të letë shumë prej studios Pandurit më orë të ju, kështu që ndonë se në një dhomë, po me gjithat, falemderit që me qenë me një panelist nderum. Si tifos taktikisht që ku e kom gjdo javë dhe s'po din me analizu Kosovën? Moj shumë letësisht me gjykua taktikisht, po nuk do të hy në zanatin e trenerve. Me gjithat për herë të parë, prej momenti do të aquja të pranimit tonë në UEFA në FIFA, me këto kualifikuse, pesha e fanelës Kosovës është rënu 1000%.